Minashe. Legjenda e Arben Trimorit. Arben Trimori ishte një djalë në lule të moshës. Të sotme u martua me vajzën që deshi, të nesërme i erdhi një letër nga shokët. Ti, Arben Trimori, je i thirrur e i lutur që në luftë të shkosh, pasi toka jonë dhe populli ynë janë në rrezik nga armiku. Kjo letër, e zeza letër, nuk pyeste për rini, nuk pyeste as për dashuri, pasi e ndante Trimin nga nusja. Por, si që thoshte dikur një gjysh, Trimat nuk e bëjnë birë fjalën dysh. dhe Arben Trimori, Trim si qishte, u ngrit. Shaloi kalin, gjeshi armët, shkoi u la shënden prindërve, pastaj vajti i tha nusës së vet. Moj nusja ime, mua më dërguan shokët fjalë të shkoj në luftë që të mbroj dheun tonë, edhe shpejt më duhet të nisë. Merë më dhe mua me ty, Arben Trimi, i thot vajza. Jo, moj nuse, nuk të marrë dot, se ati i thon luftë e lufta është për burra të fortë. Unë dua të më japësh besën se nuk do të martohesh e do më presësh derisa të kthehen. Më thuaj, sa do të më presësh ti mua moj dritë? Do të pres o Trimi im, 9 ditë. 9 ditë janë pak më i uruar. Unë kam gjatë për të udhëtuar e më gjatë për të luftuar, se kjo luftë bëhet larg prej këtu, që armiku mos të na futet në atë. Në më do, si që të dua, të më presësh moj dritë, as më shumë e as më pak se 9 vjet e 9 ditë. Po kaluan gjithë këto vjet e gjithë këto ditë, sa unë të jem bërë për mall, sa nëna mos të ma njoh këtë ball, ti nuk se martohu e trashëgohu se rrezik s'do të jem më gjatë. Vajza ra dakord me kërkesën dhe të dy burrë e grua lidhen besën. Mirë, dakord o Arben Trimi. Ti me fuqi lufto hordhit, se unë do të pres 9 vjet e 9 ditë. Arben Trimori i la shënden vajzës që deshi, i jepi kalit si kalores që ishte, e u nis me zemër të ngrohtë që për në luftë të ikte. Kali i tij i bardhë çante ajrin si shigje duke lënë pas të re pluhurit të zezë, që ngrihej mbi ujë. Kaloresi nxitonte të arrinte sa më shpejt në luftë dhe të bashkohej shokëve. Trimi ishte Arben Trimori, por armiku ishte i madh dhe i shumtë në numër, që në përpjekjen e parë të tij, ju turën trupa të tërë kalorësisht të veshur me hekur të zi. E rrethuan dhe i qelluan me shpatat e tyre të harkuara si gjarpëri. Arben Trimori luftoi si burr, shtriu përdesh shumë burra armiq, lagosi shumë të tjerë, por në luftë e sipër i kuqën kalin e tij të bardhë si dora. Edhe pse ja vran kalin, Arben Trimi luftoi në këmbë gjersa i thye shpata e tij e rëndë. Pas kësaj, armiqtë e zon rrobë dhe hodhën në burgun që ndodhej brenda kështjellës së sultanit. Edhe pse në burg, ashtu i zën rrobë, ushtarët armiq në mënyrën e tyre e nderonin se kishte qenë Trim, njeri i thjesht e fisnik, dhe ky lloj njeriu nderohet kudo. Aty në 10 huaj, në burg, shkuan ditët e u bën javë, shkuan javët e u bën muaj, shkuan muajt e u bën vjet. 1 ditë, 2 net, 3 javë, 4 muaj, 5 vjet kaluan me të shpejt. Mirë po Arben Trimori e kishte zemrën të ngrohtë, sepse nusja i pa dhënë fjalën se do ta priste në shtëpi 9 vjet e 9 ditë. Ai hante bukë, pinte verë, qeshte, ju jepte zemër shokëve dhe i binte çiftelisë shqiptare. Dëgjoi bia e sultanit dhe u çudit. "Ç'është ky njeri?" thot, "që stutet se është i zënë rob dhe i burgosur në kështjellën tonë?" Është Arben Trimori, djalë Trim dhe burr fisnik nga populli i shqiptarëve. "Të fortë e pas ka zemrën ky njeri", u përgjigjet ajo. Të fortë e të ngrohtë ka zemrën madhëri, se është shqiptar. Me fjalën e tij e me këngën e tij i forcon e i ngrohtë edhe shokët që e rrethojnë. Po në të vërtetë, Arbeni e kishte zemrën të ngrohtë dhe syrin zjarr pasi priste që lufta të fitohej tash nga shokët e tij Trimë, burra të thjeshtë e fisnik nga fiset e shqiptarëve.
por lufta e gjatë dhe armiku më i lartë në numër e bën këtë objektiv të shqiptarëve mjaft të vështirë për t'u arritur aq herët. Ja, kaluan të 9 vjetët. Po afrohej dita e zezë për Arbenin dhe nusen e tij. Pas 9 ditësh, ajo do të martohej me dikë tjetër, siç e kishin lidhur fjalën bashkë. Atëherë, Arbeni t'ju ftoh zemra, ju shua syri, nuk hante më bukë, nuk pinte më verë, dhe kur ndodhte t'i binte çiftelisë, këngë vaj vibronin në ajër dhe i përlopnin të gjithë përreth. U çuditën gjithë shokët dhe pyesnin. Çka ky trim? Pse kaloi nga qetësia në të tillë pikëllim? Ai nuk përgjigjej, qëndronte në heshtje, kokvarur, i çarmatosur nga jeta. E bija e mbretit që s'ja dëgjonte më këngën e hareshme, pyeti njerëzit. Çka Arben Trimori që s'po i ndihet zëri? Arben Trimi, I than, ka ditë që s'po haje, s'po pi, s'po vë gjumë në sy e kur i bie çiftelisi bie me ngashërim të madh, aq sa të tjerët vajtojnë pas tij. ma thërisni këtu Arben Trimori. I vete Arbeni së bijës së mbretit. Ç'ke ti Arben Trimori? E pyet e bija e sultanit. Pse s'ha buk, e pse s'pi verë? Pse i bie çiftelis tash veç për vajtim? Arben Trimi mori frymërënd, pëshoi e ja ktheu. Nuk ha dot e nuk pi dot, moj bie sultanit, se kam parë një ëndër të keqe. Ç'ëndër ke parë Arben Trimi? Kam parë shtëpinë të nxirë të shembur, baban të vdekur e të harruar, nënën gjallë por të verbuar. Edhe kam parë se nusja ime po martohet. Unë veç një natë kam ndenjur martuar me nusën time, e të nesërmen më erdhi letër të nisem për luftë. Unë nisa, luftova e rash rob. Ne kemi bërë me besabes që nusja të më presë 9 vjet e 9 ditë. Si të shkojnë 9 vjetët e 9 ditët, ajo të martohet e trashëgohet. Të 9 vjetët shkuan, tani po shkojnë dhe të 9 ditët. Të fale moj bie sultanit. A nuk i thua babait të më lëshoj për ca ditë, të shkoj në shtëpi sa të flas me nusën e pastaj të kthehen prapë në burg? I them Arben Trimi, por i mat, sultani, që të lëshoj, kërkon 9 qese monedhash argjenti që ne osmanët i themi akçe, ose të quajtura nga ju aspra. E ku t'i gjej unë këto 9 qese aspra, moj bie mbreti? Unë kam 9 vjet që jam rob i zën. Sikur të kisha nga një qese për çdo vit burgimi, do ju a kisha dhënë. Po në këtë rast, ç'më lë ti mua pengo Arben Trimi që të lë të shkosh? Të lë besën time o bie sultani. Për trimat dhe fisnikët fjala e mbajtur, pra besa e dhënë vlen më shumë dhe sikur asprat që do t'i jepja mbretit të ishin prej Floriri. E bija e mbretit e dinte se Arben Trimori ishte shqiptar, dhe se shqiptari vdes dhe besën nuk e shkel. I thot, ngriu Arben Trimi, shalo kal Florine për 3 ditë arrite viset e tua dhe tako atë që 9 vjet më parë more për grua. Tako nënën e baban dhe për 7 ditë të pres në këto anë. Shokët e Arbenit u ndjen krenar që fjala e mirë për besën e shqiptarit dha frytet e veta dhe bindi të bijën e sultanit që të lëshonte shokun e tyre. Shko trim, shko shoku ynë. U dhe mbar dhe e mira të prift kudo shkel këmbajon. E mira të prift. Ço urimet tona për tanët në Shqipërinë tonë të dashur, në Shqipërinë tonë. Arben Trimi kthehet e u thot, Qofsha gjallë të vete e të vi, mirë t'i gjeje mirë ju gjetësha. Tregofsha dhe një herë se në Shqipëri, fisnikëria na rrjedh në vend. Të mirëmbetëshi shokët e mi, e mirë ju gjetësha kur të vi. shaloja i shpejt kalin, i hipi, e mori vrapin drejte për në Shqipëri. Kali ikte si plumb, duke lënë pas një vrasht pluhurit të bardhë që ngrihej larg. Betën prapa male e fusha, dolën përpara male të tjera, fusha të tjera, lumej një ura për të lidhur Trimin me besën dhe nusën. Vrapo Flori, vrapo Kalifor, që të arrim të bukur përpara se të martohen. Ik, e dite natë me shumë të bardhë në gojë. Kali Flori ishte i sfilitur, Arben Trimi ishte i drobitur. Veshët i puçisnin për të dy shkonin e shkonin. Për 3 ditë e 3 net, ja tek zbarte Shqipëria e bukur. Ja, Bregdeti plot hije shiku ende një herë. Era shtëpi. Moj Shqipëri e bukur, Shqipëri. Tërë jetën të kam pasur në zemër. 9 vjet të kam parë natë për natë në anë.
9 vjet kam dashur që të pusë dheun tënd si mjalta. Valët e detit thyeshin njëra pas tjetrës në brigje, e dallgët shkumonin. Era frynte e fortë. Përsipër fluturonin pulbardat. Ja tek ndrinte edhe shtëpia e Arbentrimit. Ai pasi në përgjumë. Jam këtu. I ishte tharë gjuha për një pikë ujë. Qëndroi në një kruaj që të lahej e të pi. Aty gjeti dhe të ëmën plak. Ai e njohu, ajo se njohu. Mirë se të gjejo e mira nën. Mirë se vjen o robi zën, Ku më di ti se jam robi zën? nga flokët e gjata që të varen supeve. Nga na vjen ti, o robi zën? Vi nga burgu i sultanit e dashur nën. Aty nëna ditë shndjeu dhe filloi të qaj. Bashkë me të, edhe Arbëntrimi nisi të qaj nga gëzimi. U puthën e u përqafuan dhe Trimi nuk priti, por me nxitim nënën e pyeti. Ajo e dinte dhe shpiti tregoi me dorë në drejtim të një karvani. Që janë ata njerëz që nxin te i moje mira nën? Që janë këta topa që po bien kodrave? Janë krushqit e ati qenit Veli Pashës, që kanë marrë nosën e po e shpije në shtëpi. Topat që bien janë topat e dasmës, Që nuse kanë marrë moje mira nën? nosen tënde Arben. Arbentri mori ra kalit e u doli krushve përpara. Mirë se ju gjej o krushq dasmor. Mirë se vjen o Robizan. Nga na vjen ti o Robizan? Nga burgu i sultanit. A mos e ke parë Arbëntrimin? Apo mos ke dëgjuar ndonjë fjalë për të? Kam 3 javë që e kam parë. Arbeni u vra. Vete lava e vete qava bashkë me shokët e tij. Krushqit u gëzuan. Filluan të qeshin. Nusja ja plase si qarës në nduvak. Arbentri mori u hodh dhe u tha. O krushq jo dasmor. Arbentri mori më ka lënë një amanet. Ti them një 2 fjalë kësaj vajze. Thuaj pranuses çfarë të ka thënë. Thuaj 3 fjalë sa të duash o Robizan. A e një Arbentri morin mojnuse? Si ta njohe mjera unë e mjera. Një natë të fjetur, 9 vjet pa pjekur. Ajo e zeza nën më pa thënë se ka një shenjë në krahun e djathtë që ja ka kafshuar kali. Arbeni përvesh mëngën e djathtë dhe i tregon shenjën. Nusja e njeh, gëzohet. I zbret karrocës, hedh mbi krye duvakun e nësërisë e u thot krushve. U dhe mbaro krushq bujar, se unë po marr burrin e parë. Ky është Arbeni im. Burre kisha e burre kam për jetë e mot. Arbëntrimi e hodhi në vithet të Floriu dhe shkoi drejt në shtëpi. Ditën e 4 shohi mallin me nusen, nënën dhe babain, dhe nuk harroi të përcillte edhe fjalët e shokëve për njerëzit e tyre. Të nesërmen i hipi prap kalit dhe mori udhën e Turqisë. Ti Flori të më zbardhësh faqe, se i kam dhënë fjalën bijës së sultanit. Shqipëria mbeti përsëri prapa. Kali vrapoi ditë e natë, pa ndalim. Po ç'na ndodhte andej në atë kështjellë turke? Sultani se dëgjonte e se shihte më Arbëntrimorin. Pyetje i thanë se Arbëntrimin e kishte lëshuar e bija e tij që të kthehej në vendin e vet. Ai thërriti sa kaq të bijën e ju hakrua. Çu bë Arbëntrimorja i rob? E lëshova unë o i madh, që të takohet me nusen e tij, se do t'ja merrte dikush tjetër. Më dha besën, për 7 ditë vjen prap. Sot mbarojnë të 7 ditët, i do të kthehet. Sultani u zemërua. Jo, të gënjeu nuk do të kthehet. Me pikëllim të brendshëm, por me fytyrë të ftohtë, dha urdhër t'i presin kokën së bijës për të ruajtur autoritetin e tij prej sultanit në sy të të tjerëve. Prito i madh gjersa të ngryset, sa Arbëntrimi do të kthehet me do e mos. Ai se shkel besën, veç po pa të vdekur. Jo, ku shkon nuk vjen prap. Kjo punë është si zogu i kafaz. Po sa ja hap derën, zogu të ikën e mbrapa nuk shikon më. Do të kthehet, si më ka dhënë besën. Besa është një fjalë moj bi dhe fjalën e merera. Ata e shkelin edhe mbretërit. Mbretërit e shkelin,
Burri trim dhe fisnik nuk e shkeloj më. Në atë qast, duke i tej një kalorës që po vinte me vrap, duke lënë mbrapa një fash plukuri të arë. Sa hape mbyll syt, kalorësi hyri në portën e kështjellës. Rrofsh e qofsh moj bie sultanit. E mbajta besën. Unë vajta e u ktheva. Rob isha e rob jam prap. Sultani e pa i çuditur nga kryet e shkallëve dhe më pas i letësuar për të bijën e vet dhe i befasuar nga Arben Trimi, tha: Arben shqiptari, ti pas ke qenë me të vërtet burri besës. Të lumt mor djalë. Pastaj u kthye e u dha urdhë rojeve. Arben Trimin ta lironi të shkoj. Burrë qenka e burrë qoftë. Lëshoni dhe shokët që ka. Kjo pra ishte dhe legjenda e Arben Trimorit, një burr i cili me vlerat e tij fisnike na bën edhe sot krenar, për faktin se ai përfaqëson një nga virtytet më të lashta të shqiptarëve të fortë e fisnik, mbajtjen e fjalës së dhënë. Dhe kjo vlen edhe për vajzat tona të forta dhe fisnike, pasi dhe to janë bijat e shqipes, e cila, fal këtyre njerëzve, qëndron kryelart përballë kombeve të tjera të botës së lartë.